Një grup prokurorësh nga gjithë Shqipëria janë drejtuar zyrtarisht prokurorit përgjithshëm Ulcian Çela dhe Këshillit të Lartë Prokurorisë duke kërkuar thirrje urgjente të mbledhjes së përgjithshme të prokurorëve për të diskutuar mbi sigurinë fizike dhe mbrojtjen e figurës së magjistratëve. Kjo kërkesë vjen 2 ditë pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit, ngjarje që ka tronditur sistemin e drejtësisë në vend dhe ka ngritur pikpyetje mbi masat e sigurisë brenda institucioneve gjyqësore. Sipas prokurorëve, kjo situatë përbën një rast të jashtëzakonshëm që kërkon reflektim dhe reagim të menjëhershëm dhe një vendimarrje kolektive në mënyrë që magjistratët të mos jenë më të ekspozuar ndaj riskut fizik apo institucional në kryen e funksioneve të tyre kushtetuese. Në letrën drejtuar kryeprokurorit Çela, ata kërkojnë që diskutohen masat për rritjen e sigurisë fizike në ambientet e punës, përmirësimin e kushteve të transportit dhe mbështetje institucionale për lëvizjet e prokurorëve, si dhe përputhja e standardeve të sigurisë me ato të Bashkimit Evropian. Qëllimi i kësaj mbledhje është diskutimi dhe shqyrtimi i gjendjes aktuale të sigurisë në ambientet e prokurorive dhe garancive për mbrojtjen e jetës, integritetin dhe pavarësinë funksionale të magjistratëve, përfshirë sigurinë fizike në ambientet e prokurorive, duke kontrolluar hyrjet, pajisjet e sigurisë, praninë e policisë gjyqësore dhe asaj të shtetit, kushtet e transportit dhe të lëvizjes së prokurorëve, si dhe nevojën për kompensim apo mbështetje institucionale për transportin dhe akomodimin, rishikimin e standardeve të sigurisë në raport me praktikat e Bashkimit Evropian dhe udhëzimet e CPI dhe Komisionit Evropian për efikasitetin e drejtësisë, marrjen e masave konkrete për garantimin e kushteve minimale të sigurisë, konfidencialitetit dhe dinjitetit në ushtrimin e detyrës. Një tjetër shqetësim i ngritur është zhua urrëties dhe sulmet publike ndaj magjistratëve, sidomos nga figura politike apo portale që cënojnë pavarësinë dhe autoritetin e tyre. Kjo dukuri cënon autoritetin institucional dhe pavarësinë funksionale të trupës së magjistratëve, duke krijuar një klim presioni dhe pasigurie në ushtrimin e detyrës. Është e nevojshme që sistemi prokurorisë përmes organeve të veta përfaqësuese të mbajë një qëndrim të qartë dhe institucional ndaj këtij fenomeni, si dhe të ndërmarrë nisma për forcimin e mbrojtjes së figurës, dinjitetit dhe sigurisë së magjistratëve, thuhet në letrën e prokurorëve. Togat e zeza kërkojnë që mbledhja të zhvillohet brenda afatit më të shkurtër të mundshëm për të hartuar propozime konkrete që do t'i paraqiten institucioneve shtetërore për forcimin e sigurisë dhe mbrojtjes së magjistratëve.